Kryeministri Hristian Mickoski pranoi se çmimet e shpenzimeve të përgjithshme janë të larta, duke ju përgjigjur pyetjes së gazetarëve lidhur me vlerësimet për inflacionin, i cili është 4.9% dhe nëse nevojiten masa më të mëdha, pasi shporta konsumatore brenda një muaji nuk mund të mbushet as me 2 paga minimale. Ai tha se shporta e lidhjes së sindikatave është mesatare, jo minimale. Kryeministri sërish premtoi masa, siç tha, të mikrotargetuara. Apsolutno se согласувам со вас дека цените се високи и дека ona koje što nije kako vlada. Pajtohem plotësisht me ju se çmimet janë të larta dhe se ajo që ne si qeveri po bëjmë e që e kemi në dispozicion është të kemi masat e radhës të mikrotargetuara, por po e ndjekim, po e përsëris situatën dhe do të marrim masa në varësi të asaj se si do zhvillohet situata, sepse gjithsesi duhet të kemi parasysh se këtë vit po kthejmë 2,5 miliardë euro borxhe të vjetra dhe na gjetën 2 lufta, ajo në Ukrainë dhe ajo në Gjirin Persik. Jemi bashkë me qytetarët dhe nuk do të lejojmë sjellje jo tregtare të zinxhirëve të marketeve. Por në terren situata është ndryshe. Inflacioni ka mbërritur thuajse në 5% në muajin mars krahasuar me marsin e vitit të kaluar. Statistika thot se janë rritur edhe harxhimet me pakicë për 3.4%. Për një vit ushqimi dhe pijet jo alkoolike janë shtrenjtuar për mbi 7%. Shtrejtim më i madh prej 12.7% shënohet tek pemët, pasojnë qumshti, vezët dhe prodhimet e qumshtit prej 8%. Rritje serioze vëret tek kafeja që shkon deri në 25%. Për një vit janë shtrejtuar veshmbathja, sigurimi shëndetësor, rekreimi, sporti, kultura, kurse çmimet janë rritur edhe në për restorane, akomodimin dhe arsimin.